rrugën ora 7 prekal, ku kena pas mbrëmje na njoftu për një rreshitje dheut dhe damtim të rrugës kryesore dhe me njëherë janë vënë ndjeni Bashkia Shkodër dhe kanë ardhur shërbimet publike bashkë me emergjencat civile, kanë bërë izolimin e zonës në mënyrë që mos të kena, fatmirësisht nuk kena asnjë problem njerëz, se i kena izoluar në mënyrë shpejt dhe po presim që bëhen vlerësimet dhe janë njoftu Ministria e Mbrojtjes, emergjencat civile kombëtare dhe besoj se shumë shpejt do t'i kena këtu dhe do t'i japin një zgjidhje që në mënyrë ta hapim sa më shpejt këtë rrugë dhe të bëhet e aksesueshme për banorët. Kërkojmë mirëkuptimin e banorëve që të kenë pak durim, sepse në moment që sa po të japim zgjidhjet më hershme, do të bëhet e aksesueshme për to, thjesht për çdo që të kenë nevojë, ne ju gjendemi pranë për çdo gjë në mënyrë mjekësore, në ushqime çka të kenë nevojë ato, do jena pranë tyne, vetëm na kontaktojnë për çdo problem. Nullën në YouTube, në amre të nështë,